Komentimi përsosur I Kuranit. Gjuzi I 29. Sure El Jin. Ajetet nga 16 deri te ajeti 19. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. Sikur të qëndronin banorët e Mekës në rrugën e vërtet, ne do t'u jepnim ujë të bollshëm për t'i vënë ata me këtë në sprov, por çdo që largohet nga këshillat e Zotit të tij, ai do ta hedhë në një dënim të ashpër. Xhamit janë kushtuar vetëm Allahut, prandaj mos ju lutni askujt krahas Allahut. Kur robi Allahut Muhamedi u ngrit t'i lutej atij, ata gjindët u të buan rreth tij si shtollung. Komentimi. Me këto begati të shumta do t'ju vëmë në sprov. Në dukje edhe këto ajete janë vazhdimsi e bisedave të gjindëve me popullin e tyre, edhe pse një grup komentuesish I kanë konsideruar këto ajete kundërshtuese në mesin e fjalëve të gjindëve, por kundërshtimi I tyre nuk pajtohet me të dukshmen e ajetit. Vazhdimësia e këtyre ajeteve ngjason me atë të ajeteve të mëparshme, e cila ishte fjala e gjindëve, për këtë është e papranueshme që të mos jenë të gjindëve. Në ajetet e kaluara u diskutua rreth shpërblimeve të besimtarëve në Kiamet, kurse këto ajete flasin rreth shpërblimeve të kësaj bote. Ajeti 16 thotë sikur të qëndronin banorët e Mekës në rrugën e vërtet, ne do t'u jepnim ujë të bollshëm. Ne do t'u lëshonim atyre shiun e mëshirës dhe burimet e ujit për jetesë, do t'u avinim në dispozicion dhe kështu ata do të përfshiheshin në begati të shumëllojshme. Fjala Ghadekan është përdorur për të treguar ujin e bollshëm. Kurani fisnik e ka diskutuar shumë herë çështjen e besimit dhe të devotshmërisë, të cilat I quajnë se janë jo vetëm burim I begative shpirtërore, por dhe shkak I shtimit të mirave materiale I shumimit të begative. Nga ky shpjegim kuptojmë se ajo që bëhet shkak për shtimin e begatisë është qëndrueshmëria ndaj besimit dhe jo thjesht besimi, sepse besimi I përkohshëm nuk mund të dhurojë dobi të tilla. Qëndrueshmëria në besim dhe devotshmëri është shumë e rëndësishme, por shumica e njerëzve nuk janë të qëndrueshëm dhe të përmbajtur. Ajeti vijuesi referohet një të vërtetë tjetër, e cila lidhet me këtë çështje. Ajeti thotë për t'i vënë ata me këtë në sprov. A mund të jetë shkak I krenarisë dhe I ignorancës së tyre shtimi I pasurisë, apo do të jetë shkak I rizgjimit, I falënderimit dhe I kushtimit më shumë vëmendje ndaj Allahut? Këtu bëhet e qartë se shtimi I begatis konsiderohet një prej sprovave hyjnore. Sprova me anë të dhënies së begatis është më komplekse dhe më e vështirë se sa sprova me anë të dënimit, sepse rezultati I shtimit të begatis zakonisht sjell rritjen e përtacisë, të dembelizmit, të neglizhencës dhe të zhytjes në kënaqësi dhe epshe. Pasuria e tepërt e largon njeriu nga rruga e Allahut, ashtu siç nga ana tjetër djalli është më I lirë që të kryejë aktivitetet e veta. Vetëm ata persona që e kujtojnë dhe e përmendin për herë e në çdo situatë Allahun e madhëruar mund të jenë të sigurt ndaj efekteve negative të shtimit të pasurisë dhe të djajve. Në vazhdim ajeti thotë, por çdo që largohet nga këshillat e Zotit të tij, ai do ta hedhë në një dënim të ashpër. Fjala Saade tregon ngritjen dhe lartësimin. Ndonjëherë është përdorur edhe në kuptimin e vargmalit, duke pasur parasysh që ngjitja nëpër male është e lodhshme. Në shoqërim me këtë, edhe kjo shprehje është përdorur për të treguar kuptimin e një lloji torture. Pikërisht për këtë fakt, shumica e komentuesve të Kuranit ajetin e lartë përmendur e kanë interpretuar në këtë mënyrë: dënimi I ashpër dhe I padurueshëm, njësoj me atë që është thënë në ajetin 17 të surës El Mudaththir, kur flet për disa politeist, aty thuhet, atë do ta ndrydhin me një dënim të rënd e të padurueshëm. Por ekziston edhe mundësia që shprehja e lartë përmendur krahas shpjegimit për ashpërsinë e këtij dënimi të jetë aludim dhe për shtimin e dënimit. Në këtë mënyrë, ajetet e lartë përmendura nga një anë vënë në pah lidhjen e besimit dhe të devotshmërisë me shtimin e begatisë, nga ana tjetër tregojnë lidhjen e shtimit të begatisë me sprovat hyjnore. Së treti shpjegojnë marrëdhënien midis injorimit të kujtimit
adhurimit të Allahut me dënimin ashpër dhe të padurueshëm. Këto fakte janë pasqyruar edhe në raste të tjera në Kur'an, për shembull në ajetin 124 të surës Taha lexojmë: kush ja kthen shpinën udhëzimit tim do të ketë jetë të vështirë. Në surën Neml, në ajetin 40 të transmetuar nga Sulejmani, paqja e Allahut qoftë mbi të, lexojmë: kjo është nga dhuntia e Zotit tim që të mos provoj mua se a do ta falënderoj apo do ta përbuz. Kurse në ajetin 28 të surës El Enfal thuhet: dhe dije mirë se pasuria juaj dhe fëmijët tuaj janë vetëm një sprovë. Në ajetin vijues nga vetë goja e besimtarëve xhind gjatë thirrjes së të tjerëve drejt monoteizmit është thënë kështu: xhamit janë kushtuar vetëm Allahut, prandaj mos ju lutni askujt krahas Allahut. Për kuptimin e fjalës mesexhit në ajetin e lartë përmendur janë dhënë interpretime të ndryshme. Së pari kanë deklaruar se me fjalën mesexhit tregohen vendet në të cilat kryhen adhurime dhe i bëhet sejdë. Shembulli i qartë i këtij kuptimi është Mesxhidul Haram. Shembujt të tjerë janë xhamit e tjera, objektet më gjithëpërfshirë se janë të gjitha vendet ku njeriu kryen faljen dhe i bën sejdë Allahut. Në një hadith të njohur të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, thuhet: e gjithë toka është vend adhurimi dhe mjeti i pastrimit për mua, përfshin të gjithë tokën. Kjo është përgjigje për veprimet e politeistëve arabë dhe të ngjashëm me ta, të cilët shtëpinë e Allahut dhe kishat ku kryenin veprimet e tyre të krishterët e devijuar, duke adhuruar tre zotat e tyre, i patën kthyer në faltore. Kurani thotë se të gjithë tempujt i përkasin Allahut dhe në këto tempuj nuk mund t'i bëjmë sejdë askujt përveç atij. Adhurimi dikujt tjetër përveç tij është i ndaluar. Së dyti, me fjalën mesexhit tregohen 7 gjërat e sejdës, të cilat duhet të bien në tokë për të bërë sejdë vetëm për Allahun dhe jo për dikë tjetër. Kështu thuhet edhe në hadithin e poshtë përmendur, të transmetuar nga imami i 9, Imam Xhevadi, aty lexojmë: Muatesam Abasi në tubimin ku ishin mbledhur dhe juristët e ehli sunnetit pyeti cila pjesë e dorës së vjedhësit duhet prerë. Disa thanë nga kyçi i dorës dhe këtë e argumentuan me ajetin e Teyemumit. Disa të tjerë deklaruan nga bryli, duke argumentuar me ajetin e abdesit. Muatasemi kërkoi mendimin e imamit për këtë çështje. Në fillim imami nuk i kushtoi vëmendje asaj pyetjeje, por kur pakëm nguljen e tij u përgjigj: të gjitha mendimet e dhëna janë të gabuara, duhen prerë vetëm 4 gishtat e dorës, nuk duhet të pritet gishti i madh dhe pëllëmba e dorës. Muatasemi i kërkoi argument për këtë, imami arsyetoi fjalën e vet, duke u referuar thënies së profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, sejdja duhet të kryhet me anë të 7 gjërave: ballit, pëllëmbës së 2 duarve, 2 gjunjëve dhe 2 këmbëve. Më pas shtoi: nëse vjedhësit i pritet dora nga kyçi apo nga bryli, nuk do t'i ngel dorë që të bëj sejdë, ndërkohë që Allahu deklaron: vend sejdët janë kushtuar vetëm Allahut, që do thotë se këto 7 gjymtyr janë kushtuar vetëm Allahut. Ajo që i përket vetëm Allahut nuk duhet të pritet. Ky argumentim i mrekullueshëm e habiti Muatasamin dhe urdhëroi që në bazë të urdhrit të imamit vjedhësit i priten vetëm 4 gishtat e dorës. Me të njëjtën përmbajtje janë transmetuar edhe hadithe të tjera, por zakonisht hadithet që janë transmetuar në këtë fushë ose janë të pa argumentuara ose dëshmia është e dobët dhe e pa bazë. Përveç asaj ka edhe përjashtime dhe nuk janë të lehta përgjigjet dhe argumentimet përkatëse. Për shembull, fakihët, juristët mysliman thonë se nëse hajduti vjedh për të dytën herë, i pritet pjesa e përparme e këmbës, kurse pjesa e thembrës nuk i preket, sepse gishti i madh i këmbës bën pjesë në gjymtyrët shtatëllojshe, me anë të cilave kryhet sejdja. E njëjta gjë është edhe në lidhje me luftëtarin, në thonjza për cilin është pranuar si një prej ndëshkimeve prerja një pjese të dorës dhe të këmbës së tij. Së treti, me fjalën mesexhit tregohen sejdët që gjithnjë duhet të kryhen vetëm për hir të Allahut dhe nuk i duhet bërë sejdë askujt tjetër përveç tij. Edhe ky mendim bie në kundërshtim me përmbajtjen e ajetit dhe për ta vërtetuar këtë nuk ka asnjë dëshmi. Nga e gjitha sa u tha më lart, arrim në përfundimin se ajo që përputhet me përmbajtjen e ajetit është komentimi i parë. Ai ka dhe një përputhshmëri të plotë me ajetet paraprake dhe me ajetet në vijim për monoteizmin dhe për adhurimin vetëm për hir
emër të Allahut. Komentimi i dytë ka mundësi të jetë zhvillimi i konceptimit të ajetit, kurse komenti i tretë nuk sjell asnjë argument apo dëshmi. Për të pasqyruar efektin e jashtëzakonshëm të Kuranit të Madhërisëm dhe adhurimin e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij ndaj gjindëve, ajeti shton kur robi i Allahut Muhamedi u ngrit i lutej atij, ata gjindët u tubuan në rrethdisi shtëllung. Fjala lebed përdoret për të treguar një gjë, gjymtyrët që janë në kontakt me njëra tjetrën. Kjo fjalë tregon tubimin e jashtëzakonshëm të besimtarëve xhind për të dëgjuar Kuranin. Për herë të parë dhe një herësh është shpjeguesi i efektit të jashtëzakonshëm që shkaktoi te ata falja e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Për këtë ajet janë dhënë dhe dy komentime të tjera. Komentimi i parë thotë se xhindët shpjegojnë gjendjen e shokëve të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij në Mekë, të cilët edhe pse ishin të pak në numër me të dëgjuar fjalët e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, hipnin mbi supet dhe kokat e njëri tjetrit. Ajeti tregon se xhindët i morën shokët e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, si model dhe shembull për vetë dhe nxituan drejt besimit. Komentimi i dytë i ajetit tregon se kur profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, falte namaz apo këndonte Kur'an, politeistët arab e rrethonin, e përqeshnin dhe ngacmonin atë. Por ky komentim nuk ka ndonjë përputhshmëri apo përshtatshmëri me thirrjen e besimtarëve xhind, të cilët dëshironin të nxisnin të tjerët në rrugën e drejtë, pra në besim. Ajeti përshtatet me njërin prej dy kuptimeve të mëparshme. Ulumtim. Shtrembërim në komentimin e ajetit wa anal masajida lillah. Ndërmjetësimi me anë të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe me anë të dashurve të Allahut, pra konsiderimi i tyre si ndërmjetës te Allahu është një çështje që nuk është në kundërshtim as me të vërtetën e njësimit të Allahut dhe as me ajetet kuranore. Kjo çështje është theksimi i monoteizmit dhe i faktit se çdo gjë është nga Allahu. Në ajetet kuranore është diskutuar shumë herë kjo çështje. Megjithatë, disa prej të larguarve nga njohuritë islame dhe nga Kurani këmbgulin në mohimin e çdo lloj ndërmjetësimi. Për të vërtetuar synimet e veta kanë gjetur pseudo-argumente, si ajeti i lartë përmendur ku thuhet xhamit janë kushtuar vetëm Allahut, prandaj mos ju lutni askujt krahas Allahut. Sipas këtij ajeti thon ata, Kurani urdhëron që krahas emrit të Allahut të mos përmendni asnjë emër tjetër, të mos thirrni askënd tjetër dhe të mos kërkoni ndërmjetësim. Por ky ajet nuk ka asnjë lidhje me çështjen në fjalë. Ky ajet është mohim i politeizmit dhe i shirkut, që do thotë pra i vënies diçka në një rang me Allahun në adhurim apo në kërkimin e plotësimit të nevojave. Së ndryshe, në qoftë se një person veprën që i takon Allahut e kërkon prej dikujt tjetër dhe njëkohësisht e konsideron atë si të pavarur dhe me ndikim vetjak jashtë vullnetit të Allahut, është politeist. Ashtu si fjala ma, bashk, krahas, e përdorur në fjalin prandaj mos ju lutni askujt krahas Allahut, është dëshmi se asnjë njeri nuk duhet të konsiderohet si për krah Allahut apo si burimi i ndikimit të pavarur. Por në qoftë se dikush kërkon ndonjë ndërmjetësim nga profetët e Zotit ose ndonjë ndërlidhje me Allahun, Kurani jo vetëm që nuk e mohon atë, por vetë profetin e fton drejt kësaj dhe ndonjëherë i urdhëron të tjerët që të kërkojnë ndërmjetësim nga profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Në ajetin 103 të surës At-Tauba lexojmë: merr prej pasurisë së tyre lëmosh që ti pastrosh me të dhe tu shtosh të mirat dhe njëkohësisht lutu për ta, se lutja jote është qetësim për ta. Nga goja e vëllezërve të profetit Jusuf, paqja qoftë mbi të, drejtuar babait të tyre, në ajetin 97 të surës Jusuf lexojmë: ata thanë, o babai ynë, lutu për ne të na falen mëkatet tona, se me të vërtetë ne kemi qenë fajtor. Jakubi gjithashtu jo vetëm që nuk e kundërshtoi këtë kërkesë, por u premtoi atyre: më vonë do t'i kërkoj Zotit tim faljen tuaj, tha i Jakubi, se vërtet ai është që fal, është mëshirues. Prandaj çështja e ndërmjetësimit dhe lutjes është një prej urdhrave të qarta të Kuranit në bazë të konceptit që u tha më lart.